Christian Aslani foli pas transfertës së Letonisë, kombëtarja barazoi 1-1 dhe zbehu shpresat për të kualifikuar në botrorin e vitit 2026. Aslani deklaroi pas ndeshjes: "Sigurisht që nuk ka qenë pjesa e parë pozitive, nuk e di çfarë ka ndodhur, kishim fat se e gabuan penalltin dhe gjetëm golin. Nuk mund të bëhet pjesa e parë kështu sepse e dim çfarë ëndre kemi dhe kështu bëhet çdo gjë e vështirë. Të gjitha ndeshjet janë të vështira. Serbia ka 2 ndeshje më pak, jemi në vend të dytë. Çunat do pushojnë, unë do shkoj në botror për klube, më pas në shtator duhet një Shqipëri tjetër. Pjesën e parë kam shkuar shumë herë lart, kemi marrë kundërshtuar me trenerin, na kërkoi të ktheheshim në mbrojtje mua dhe shehut se mbrojtja gjendej vetëm. Pjesa e parë besoj se problemi vinte nga presimet individuale dhe jo skuadra. Lam mbrojtjen vetëm dhe kishte shumë probleme. Kur të kthehemi do të punojmë akoma më fort. Duhet të luajmë për të fituar ndeshjet. Do shkoj në botrorin për klube tani, për merkato do flasim sepse jam i lodhur dhe nga ndeshja. Këto gjëra do i shohim dhe do flasim", u shpreh Aslani për Klan TV.